Shtrëngtimi i lëndëve djegëse, një bazë kryesore për punimin e tokave bujqësore, ka sjell kosto shtesë dhe zvogëlim të sipërfaqeve të mbjellave në disa fshatra të Fierit. Fermerët thonë se rritja e çmimit të naftës në kohën e punimit të tokës, e shoqëruar me subvencione të pamjaftueshme, i ka detyruar të lënë djerë tokat e tyre dhe ato të marra me qera. Jam një fermer jo shumë i madh, zotroj 40 hektar toka me qera. Edhe unë subvencionimin e naftës marr vetëm për tokën time. Aplikim të vetë të bëj për 40 hektar nuk bëj se s'kam certifikatet e tokave që kam marrë me qera. Dhe unë dal me minus. U rriti nafta vajti supra me 27. Unë 40 hektar po e blej pleun. Po ja hedh tokës. Ata nuk më japin mua subvencionimi sipas plerave që blej unë, sipas naftës që marr unë. Po nuk se kam punuar sipërfaqe, domethënë atë një. Edhe unë që ta marrë tokë me qera, nuk kam leverdi, me që kam traktorin, kam dhe bakti. Nuk kam leverdi të marrë tokë me qera, se përballoj dot. Po na njerë ku kemi kopa shumë po i lanë njerëzit tani, me këtë naftë që vajti ku ka leverdia ta punosh. Me këtë naftë lanë njerëzit gjitha. Ata pohojnë gjithashtu se kjo situatë pritet të sjellë pakësim të prodhimeve vendase dhe çmime më të larta për konsumatorin. Se çdo gjë mbas naftës vjen. Le dhe qumshet s'puna i marrin, s'puna shkojnë. Ja unë kam bidona të lartë, rreth 300 litra i çova sot me 500 lekë. Mora 150.000 lekë, i holla 20.000 lekë makinës, 100.000 lekë do të shtëpi. S'ka, ka vajt zero çdo gjë. Çdo gjë mbaroi në naftës. Janë 2 milion lekë që unë ka paguar qeran. Edhe unë do ta lë borë se përballoj dot për ta punuar, të blej naftën, të blej farën, të blej pleun. Jam i detyruar ta lë bosh. Nëse kjo situatë do të vijojë, humbje do të jenë të jashtëzakonshme, thon fermerët, dhe toka do të mbesin të papunuara, edhe te kulturat e tjera, duke përkeqësuar edhe më shumë situatën në bujqësi.